Ka thonë Rasulullah alayhi salam, pasha ata në dorën e të cilit është nefsi jam, me marrë dikush kanopin, edhe me shku në kodër, në mal, me mush dru, thera, edhe me i qu me shit, është ma hajër për ta, ma mirë për ta, se sa me ashtri dorën njerëzve, i dhanë ata, apo nuk i dhanë ata, në atë kuptimin. Me marrë kolicën, edhe me dalë në pazar, me punu, me bajt sene që i kanë bleh njerëzit, është ma hajrë për ty se sa me shku të dikush me lyp, edhe në qovë se a i tjep diqka. Kështu që korë mëse në nëshmas një punë, vlavem, qka do që të është, i e krenar me ta, punohe, edhe kur që a i që është të pa, le të shë që ti e krenar me qatë punë që e ki, sot e ki që ta, nesër ta qënë Allahu në rizk tjetër, çdo rizk që ta ka qelë Allahu Azugjel, kape me dy duart, edhe punë fart. Lutë Allahun Azugjel me të furnizu, e mos e nënçmo asni punë, asni njerës, puna qka del për para, është ma herë se sa me ashtri dorën njerëzve. Edhe në qovë se është hangari që shkanë thonë poplet, me bajt, baj, thot baje, mustanin, fitohe me njerës tane. Allahu Azugjel në bëhë për atyne që e fitojmë rizkën tonë me njerës tona.